Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha zhvilloi një konferencë për mediat këtë të martë. Gjatë fjalës së tij, Berisha reagoi në lidhje me intervistën e kryeministrit Rama për Financial Times, ku theksoi se i dënon me forcën më të madhe sharjet të cilat i quajti të pakualifikueshme që Edi Rama i bëri shqiptarëve në mediat ndërkombëtare. Kryetari i PD-s tha se Rama ka shprehur urrejtjen e qytetarëve shqiptar, duke cilësuar sjelljen e tij si të papërshtatshme për një kryeministër. Edi Rama pajisi, vendosi në dispozicion të policisë së shtetit projekti që quhet Smart City. Smart City është një projekt i bazuar në kamerat robotike, me rezolucion shumë të lartë dhe aftësi të mëdha, që në Europë administrohet totalisht nga bashkit. Kamer robotike që survejon ditë e natë proteste, kryevritjen paqësore të qytetarëve dhe rinjisë shqiptare. Të tilla kamera janë vendosur në të 4 anë të Tiranës. Dhe që të gjitha jo në disponim të bashkisë, por në disponim të shtetit polices dhe ma e paktu dhe policisë së shtetit. Nga ana tjetër, Berisha u shpreh se kryeministri Rama ka vendosur kudo kamera robotike që survejon ditë e natë protestën. Sipas Berishës, të tilla kamera janë vendosur në të 4 anët e Tiranës dhe që të gjitha janë në disponim të bashkisë, por në disponim të shtetit policesk dhe policisë së shtetit, ku theksoi se projekti Smart City duhet të monitorohej nga bashkitë siç ndodh në botë. Denoj me forcën më të madhe sharjet e pa kualifikueshme që Edi Rama ju bën shqiptarve në mediat më të mëdha ndërkombëtare. Ju garantoj se as Gaddafi, as Saddami, as Maduro nuk i kanë lejuar vetes gjuhën që Edi Rama ka përdor në Financial Times ndaj shqiptarve. Ky ka dëshmuar urrejtjen e pakufishme që ka ndaj qytetarëve shqiptar. Mëtej, Berisha u bëri thirrje vendeve me të cilat Shqipëria ka marrëdhënie të refuzojnë çdo kërkesë për azil politik, të cili do qeveritar apo politikan shqiptar, sidomos kryeministrit Rama dhe ministrave të tij.